ujdi së bashku si një front i gjerë për reformën zgjedhore dhe reformën territoriale. Në fakt, reforma themelore të një sistemi do të pranuar. Sot, Shqipëria është një njollë zezë në hartën e Europës, është zyrtarisht pas raportit të fundit të OSBE-Odirit autokraci elektorale apo diktaturë autoritare. Do të thotë regjim që pranon pluralizmin, por e shtyp pluralizmin. Ky është i gjithë themeli, gjithë thelbi i saj. Nuk është totalitare, sepse e pranon pluralizmin. Totalitarja nuk e pranon pluralizmin. Por një lloj si në totalitarën, pushtetet të gjitha përqendrohen në një dorë. Në dallim nga diktaturat, nga autokracitë tjera elektorale apo diktaturat autoritare, kjo është Shqipërisë, është siameze me diktaturën e Maduros Venezuelës. Pse? Pse kjo? Kjo sepse të dyja ka një mbështetje të jashtëzakonshme në fuqinë e jashtëzakonshme të drogës. Të drogës. Dhe kjo fuqi e jashtëzakonshme e drogës në rrafshin ekonomik është më fuqishme se çdo parti. Kjo fuqi e jashtëzakonshme e drogës shprehet me fshirjen e ligjeve, rregullave dhe zëvendësimin e tyre me standardet dhe rregullat e mafjes, të karteleve të drogës dhe karteleve të drogës. Kjo fuqi e jashtëzakonshme e drogës në regjimin e Edi Ramës lot një rol përcaktues edhe në rezultatin e zgjedhjeve. Në vendimet e gjykatave, në vendimet e ekzekutivit, de facto droga është vendimarrësi kryesor i vendit dhe kartelet e tij. Kartelet shqiptare janë bërë sot të fuqishme, përcaktojnë rezultate elektorale edhe në Amerikën Latine. Ky është e vërteta. Këto kartele nga Shqipëria janë eksportuesi kryesor i kanabisit në Europë. Shqipëria është eksportuesi numër 1, por këto tani kanë kap në dorë kokainë në Amerikës Latine dhe janë përcaktues të tregut në Amerikën Latine. Këto kartele, siç shprehet dje pas dite në mënyrë të qartë të kristalt, një nga gazetat më prestigjioze të Washingtonit, Washington Examiner,